Na duhet me pranu, si shoqni jo shqiptare, po si shoqni njerëzore, na duhet me pranu që brenda shoqnis ekziston një përqindje që nuk është do si do konstruktive, edhe nuk është do si do progresive. Çdo shoqni e ka një përqindje të njerëzve të tillë. Alamet Gjermania e ka një AfD, një parti e cila nëse analizon nga parametrat progresive dhe nga parametrat humanist, del që jo parti populiste, parti malicioze, organizat, destruktive. Qështu e kinë Francë, gjithkun bot është një përqindje e shoqnisë e cila nuk e dën ato që na mendojmë që është progres edhe avancim edhe zhvillim. Nuk e dojnë bre. Na mendojmë, se me qenë se halojemi shoqni tepër e re, naive edhe politikisht e mbrapa mbetur, na mendojmë që përqindjet e shoqnisë që janë të tilla, janë të dëmshme. Edhe mendojmë që ato meritojnë mi qunë burg. Na se kuptojmë që ajo është gjendje e natyrshme e çdo shoqnie. Nuk e komë në problemin që të na ekzistojnë grupe tilla shoqnore që anojnë ka destruksioni, mundën me anu ka një maliciozitet ideologjik, religjios. Por mua është me rëndësi përqindja. Sa përqind jonë. Edhe varsisht prej përqindjes, brenda një shoqnie, varsisht prej përqindjes që e ka i grup, ti mund është me pa nëse ajo shoqni është ka shkën. Ka një rrugë të caktuar ose ka tjetra. Unë kurse kom ditë cila është përqindja në shoqnin tonë prej mas luftës. Në vitin 2021, unë i kom pa indikacione. Shoqnia janë në shoqni e ndonë në dy pjesë. Një pjesë e cila është e paknaqur, ajo mundet me t'i listu arsyet e veta, një pjesë e cila shpreson edhe është e kënaqur, ose s'paku mendon që është në hap me realitetin shoqnor dhe ekonomik edhe politik të vendit. Që to dy bloqe, gjithmonë kanë me pas një përqindje të vogël që kcen prej njënës në tjetrën. Edhe që ajo përqindje e vogël ka milion her njënën, her tjetrën në pushtet. Mirë po, ekzistimi këtyre dy taboreve duhet mu kuptu si realitet faktik. Brenge jemja është që partitë të cilat sot i thuhen që janë parti ish opozitare ose parti opozitare, nuk përdojnë mu pajtu me ekzistimin e këtij realiteti, se kur të pajtohen, ato pajtohen edhe me një sen tjetër. I ka bën thirrje për bashkimin e tyre? Ato pajtohen edhe me një sen tjetër që nëse ekzistojnë dy botkuptime edhe dy kampe, duhet me ekzistu edhe dy fronte. Këta i nga dojnë mu mytë me njëni tjetër. More qafën e thefshin, une po kallëzëj qysh është realiteti shoqëror, qysh është skena partijon. Ti po kërkon strukturë dualiste, pra nobili trialiste në Unë s'po kërkoj, unë veç po mundoha me thonë. Unë s'po kërkoj. Mesazhi shumë i thjeshtë. Ose bashkoni në një front për bashket, ose vetëvendus që ja ka me fitu prapë. More co parafshim, na e kemi punë me analizu situatën shoqni. Po, e vërtet. Kemi për me rekomandimet politikave. Me që përmene Gjermanin me morë motivën e që kanë ditën e bashkimit, e ribashkimit Gjermanëve. Ka dosh dy kata e gjys pak ma shumë ndamë me mori, totalisht, me thy, me bashku, ma pak të dy kata mu shkri e mos mu dit, e ta që kanë që 5 vjetë e kanë afëdojnë problem. Ata njerëz që kanë pas probleme me ndamje kanë rrit tash krahasime shumë më madhe. A lart ndamë Gjermania. Po, e ndamen këtë kuptim. A mund më po në balotash këto që vetë dugin. A mund më të bëj ata që vetë dugin balotash. Po dallomi në ato që kemi të përbashkët, nuk e di çka po na ndan për kësaj. A mund më po që ato që vetë dugi në balotash. Pra, a mundet me funksionu apo raundi po, ke qaq agresiv edhe mes partive që duki për qënë progresiste, ke qaq i ashpër, kërkoj ndjes për emërtim. Unë veç deshta... Nga gjithë pak ma përshtatshëm. Nuk po ta tjetër. Pak ma përshtatshëm. Pra, apo mund me gjithë bashk, apo ju do të vazhdojnë sërish pra me e këshyr thjesht dhe vetëm interesin e juj, pra si parti politike, pavarësisht këndë keni përballë
në garë. Me thonë drejt, ata që si kanë kry deri sot, nesër është vonë. Koalicionet ndodhe me lënë të orën me nxez. Për shembull Prishtinë, a keni bërë diçka? Po jo, tash unë ai që kom bërë zhvillimet, nuk janë të na çon çat drejtim. Sikur që ndodhe me non shkurt, keni deklaratë politike me non shkurt mes natës ose 2 ose 3 deklarata, më ne i keni 10 muaj mes. Kur gjë s'ndodh. Me pas ndodhë me 10 shkurt me nxez diçka gjatë ditës, ishin kry shumë procese politike. Kur s'ndodh kur gjë merr shumë kohë. Zgjedhje lokale parimisht besoj që reagimet Një për rezultateve të vetëvendosjes. Për zgjedhje lokale, për Një balotaje. për rezultateve të politikës së vetëvendosjes është shkatrimi edhe idesë së negocimit edhe të kompromisit edhe të marrëveshjeve. Tash u kriju një farë fobi, të gjithë kanë frikë për njëri tjetrit, me ju afru, me bisedu, me bën negociata. Po, se vetëvendosja ju ka thonë që nëse bashkohej ju është keq që kjo që bëni, edhe na fitojmë vota nëse ju keni mu bashku. Dhe këtu për që duhet një reflektim nga opozita duhet se e thamë, këtu është një ndërveprim në lojën politike, ku zotja Aziri, nga kampis, më thonë, i LDK-s, vjen në gjykimin moralist të çështjes. Pra, jemi në ndërveprime politike, ai i ndon 26 milion disa prej levave. Ti e thu po pse i ndave, pa e thot kam të drejtë. E kam një levë që du me shfrytzu. Ai mandatohet një ditë para zgjedhjeve. Ti e thu pse u mandatohet, thot po ti ma e lejove, me u mandatu. Zoti Aziri po thot që e kanë përdor kekun për Obiliqin dhe Fush Kosovën specifikisht. Ti mund është me thonë pse e përdor, thot kam drejtë ose s'kam drejtë, kam mundësi me bo dhe e bëj. Pa gjykimi moral i çështjes mbetet këtu. Dhe kur na vim në një situatë pra që e shohim, veç një fakt, për komunat e mëdha, për shembull, për jashtë Ferizajin, në Gjilan, gati me fitu vetëvendosja. Në Prizren, në Mitrovic, në Pej, në Prishtinë dhe në Gjakov, kush është Konsantja në baletar? Vetëvendosja. Pra nuk mund është me pas qëtë rezultat si opozit, me ardhë një ditë, 2 ditë ma zgjedhje me thonë, nështë ka pas një lloj ndikimi, nështë levat e përdorshme i ka përdor, dhe nështë me gjuhën e vetëvendosjes që ishë rrëfimi fundit Leo, po më duket që analistat edhe studiot i kanë faje. Por që je opoziti, ti je të ndërvepru në lojën tonë politike, je të hub, e manej mas humbjes këshur me gjetë arsyetime. Në fakt, kjo që po ndodh, nuk ka të bëj as me drejtën, sepse nuk ka drejtë me ndo pare. Qeveria në detyrë i cili është i zgjedhur deputet dhe problemi serioz është në gjykata, i konfirmun tash, që edhe deputet edhe kryeministër edhe ministër nuk bën. Nuk shon Kosovë. Po dihet po. A çon te vepra penale, po ki mundësi me shfrytzu këto derisa të vjen një rrethon e re, e cila as marr këtë rastin, ato e bë. Ato një përgjigje nuk kthehen në shtet. Gjë qëndrimi në LDK-s po kërkoj qëndrimin e juaj. Çfarë është dashur me bëu partitë politike para 4 vitesh ka funksionu një koalicion i partive opozitore kundër vetëvendosjes, e cila ka rezultu spori që LDK-ja ka kthy Prishtinën mas 8 vjetëve, pra me mbështetjen e Partisë Demokratike të Kosovës, LDK-ja i ka ndihmuar në Prizren e kështu me radhë. A do të përsëritni të njëjti film, apo do ta shihni se si kandidatët e vetëvendosjes i fitojnë një ka një komunat e Kosovës? Jo, ne thash në fillim, nuk ka mundësi e nuk pres nas një komunë që vetëvendosja mundet me dalë fituese këtyre zgjedhjeve. Çka është me analizu edhe me preventu është mas 4 vjetëve. Se për tash, sikur herën kalume, dhe herën kalume ka qenë numër të madh komuna në ballotash. Paka shumë të njëjtat, 10 ose 12 ka qenë numër të madh, mandej ka dalë. Po kësa herë mundësia ka qenë që vetëvendosja me met pas një komunë. Mundësia ka qenë reale me met pas një komunë. Kosovë nuk po ndodhin koalicionet parazgjedhore, fatkeqësisht, nuk e di pse. Unë e besoj. Jo, unë e besoj. Shka u mundova me full po. Po, ne do të me nxjerrë mësime, në rastet caktuara do të me nxjerrë mësime. Koalicionet parazgjedhore në më drejtat, më të mira, sepse ti flet me njerëz, u ka thonë njerëzve, na jena bashkë në çet farë procesi, e kemi kandidatën me kryetar kët, edhe kemi asamblejën bashkë. Ai rezultati del pak a shumë çatë. Po kjo nuk ndodhe na. Rezultatet shkatruaj mekanizëm, as parimore ka ndonë 2-3 raste, unë e di, kryetarë që kanë qef me dalë pa ballotazh, e që kanë shumica
Për të në kanë që me dalë, bëjnë të koalicione parimore, jo formale, për me kry procesin të parën, që fuqizohet në njëra në anë, po e leton punën për vetë në anën tjetër që është e mirë. Po edhe kjo ka rasi, po shqie që ka rasi, nuk është. Tani, reagimet ka me qenë paka shumë njëta, kryetarët e komunave që potencialisht e i rujnë zyret e veta, atave që koalicionet i kanë ndorë, mu i me thonë lerisht. Të dytit kudo që janë të përshirë dhe arbrin, nëse e ballotaje që besoj mundet me ndodhë, është që këta shkaktojnë bashkimin e të gjithve, që ndodhë. Në dhe inercione, sepse e ullëshune var inercione këto, nuk është, që dhe e ka ma letë, këta që në zyre e kanë pak ma shtirë, me të ndrejten, me rujtë rezultatin. Që sot tjertë. Okej, se sa këta dytit me mo rezultatin. Flitet, pra spekulohet, që Zoti Kurti do të provoj, base jave në ashme, ta bëj një qeveri me 61 vota. Thuhet që mund ndodhë që peshkohen deputet caktum, ose në LDK, ose në PDK. A ka vot LDK-ja? Pra, këta deputet që jeni, 20 deputet, dikush për jush, që me kalu andej. Na kemi dëshmu gjithta muj, sa vonda, 8-9, që nuk ndodhë. Na jemi unik, na ndërtojmë politikat përbashta, debatojmë bege shumë mrena, edhe në fond reagojmë bashkë. Neve na kanë kontaktu deputet, fillimisht, deputetet tonë kanë njëftu, kolegalisht, që kanë pas obligim, unë dhe me kontakon anës që është drejt e fitu me quhet, por kolegët kanë tregu dhe kanë diskutu mrena subjektit tonë. Edhe për oferta, edhe për ndërmjetësust, edhe për... Nuk e kemi përdorë shumë publik, por ata vetë kanë deklaru që kanë ndodhë kontakte tilla me oferta specifike. Nuk ka pas, gjatë gjithë verës nuk ka pas situata të reja. Tani, me që është dhoni datë, jemi sot 10 dit, nesër balë 9, mas 12 dit, që dohet me dalë me kabinet qeveritar. LDK do të reagojnë njëjtë, unë jam i bindur që ne do të reagojnë njëjtë. 20 deputet, grupion parlamentar do të reagojnë njëjtë.